Nxënësit e shkollës fillore Vëllëzrit Frashëri në Miradit të epërme shkuan në pushim pranveror. Pas një jave sërish në të njëjtin objekt do të kthehen, të pazgjeruar e me kushte jo të mira. Njëri nga premtimet e kryetarit të komunës së Fushë Kosovës ishte edhe zgjerimi i objektit Vëllëzrit Frashëri në Miradit të epërme, e më pas i njëjtit të ofrojë mundësi që të mbahet mësimi gjithditor. Megjithatë, kur është bërë një renovim në vitin e kaluar, objekti nuk është zgjeruar. Madje sipas komunës së Fushë Kosovës, një gjë e tillë nuk pritet të bëhet as këtë vit. Që premtimet mbetën vetëm fjalë goje, thonë edhe nga opozita në këtë komunë. Blonjat Hasani, asamblisti i lëvizjes Vetëvendosje, thotë se zgjerimi i objektit do të duhej të bëhej kur nisën renovimet. Ai objekti i shkollës ka nevoja të mëdha, ka mungesë të kabineteve, ka mungesë të hapësirave, ka mungesa elementare ta zëmë në të gjitha sferat çka e përfshin shkollën. Këto do thotë besim vetëm premtime. Dardane Shala, asambliste e PDK-s në këtë komunë, thotë se shkolla u la pas dore nga udhëheqësia. Po që 24 vite këta vesh premtime bojnë, edhe komuna e Fushë Kosovës njihet për transparencë zero, edhe pse nuk u bo hapësina, kur u bo dhe renovimi është pse kesh planifikimi tyre. Sipas Institutit GEP, premtimet Burim Berisha nga LDK-ja nuk i mbajti as për 13 projekte në fushën e shërbimeve publike, ndërkaq nga 35 premtime sa janë gjithsej, vetëm 4 janë të përfunduara, 6 janë gjysmë të përmbushura, 7 janë të filluara ndërsa 18 nuk kanë filluar fare.